arabët, por Izraeli natyrisht problemet kryesore deri më sot i ka pasur me vendet arabe, që i ka edhe fqinj. Por me Iranin, çështja është më e komplikuar për faktin se ndryshe nga vendet e tjera arabe, Irani që nuk është vend arab, por është një vend i madh, i fuqishëm, me pasuri të mëdha, sidomos me naftë me gaz, ka edhe avantazhin tjetër që është shumë afër prodhimit të sasisë së duhur të uraniumit, pasurimit të saj, për prodhimin që rrezikon të çojë në prodhimin e armëve bërthamore, pra të bombës atomike. Dhe ky shqetësim i Izraelit, i cili nga ana e tij dhe ai është po kaq afër prodhimit të armëve bërthamore, në mos e pas të prodhuar, sepse shërbimet inteligjente e vënë në pikpyetje këtë fakt, ne duhet të themi që mbas gati 15 vjetësh konflikti i ashpër në distancë, tani ai mori forma konkrete. E nisi Irani, nuk duhet ta harrojmë, pak muaj më parë ai lëshoi 300 dronë në drejtim të Izraelit, edhe pse pothuajse asnjë prej tyre nuk e preku hapësirën ajrore, për shkak të kupolës antiatomike, antiraketore, që Izraeli ka ngritur mbi sipërfaqen e vendit të tij. Por kësaj radhe ka ndryshuar pak puna. E nisi Izraeli, paralajmëroi që do ta e nisi sulmin, dërgoi mbi 200 avion të tre tipeve, Phantom 16, Phantom 18 dhe Mirage ose Rafale francez, gjuajtës bombardues, hodhi një sasi të madhe raketësh balistike dhe gjithashtu një numër të madh dronësh. Në këto rrethana ndodhi ajo që pritej. Krerët e shërbimit sekret izraelit, iranian, të gardës revolucionare, Pasdaran, dhe të ushtrisë u eliminuan, u ekzekutuan. Kështu shefi i shtatmadhërisë, generali Berger, kështu shefi Salami, kështu shefi i gardës kombëtare iraniane, Pasdaran, janë vrarë. Mendohet rreth 20 general kryesor të ushtrisë dhe shërbimit inteligjent usharak izraelit janë vrarë, përfshi dhe 6 shkencëtar të rëndësishëm, mos themi kryesorët, të prodhimit të uraniumit, të pasurimit të tij dhe të prodhimit të bombës atomike. Mirë po, u duk sikur mbas traditave të para edhe Irani u tulat. E vërteta është që jo më larg se sot herët në mëngjes edhe Irani ka kundërsulmuar dhe ka arritur që numri të vrarëve të iranian, që thuhet se janë 78 dhe 329 të plagosur, t'u përgjigjet deri tani me 3 të vrarë në Tel Aviv dhe me rreth 20 të plagosur. Kjo është situata në cilën bota jo se është befasuar, por natyrisht është shtrënditur, për shkak se jemi afër një rreziku të madh